thotë se nuk do të lëviz këmba e njeriut në ditën e gjykimit, në ditën kur do të dale para Allahut të madhruar, do të pyetet për rinin. Periudha e rinis si ka qenë. Si duhet të jetë roli i dikujt i cili është më i rritur karshi kësaj moshe. Do të shohëm se jo vetëm tek Aliu radhiyallahu anhu. Pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam i vendosi në pozicione kyçe edhe shumë të rinj të tjerë. Ndoshta edhe shumë i kinë llastuar, i kinë lasdru fëmijët, edhe i bëjnë 20, 23, 24, 25 vjet, akoma nuk e kemi guximin me sfidu me një punë që ta krye vetë. Megjithse ishte i ri në moshë, kishte një lloj krenari për fenë e tij. Dhe jo sikurse ndodh shpesh sot në shoqërinë tonë, gjejmë shumë të rinj të cilët fatkeqësisht kompleksohen ndoshta nga kultura të ndryshme. Nëse tash nuk shfrytëzohen gjymtyrët, shëndeti, energjia, përbindje dhe nështrim ndaj Allahut subhanahu wa taala, kur do të shfrytëzohet? Kur mendon që një i ri do të jetë aktiv në ibadet dhe produktiv dhe i vyeshëm për shoqërinë e tij, që realisht edhe qenurit i vyeshëm është ibadet duke realizuar ai qëllimi pse Allahu e ka krijuar në jetën. Nëse ne bëjmë një anketë dhe i pyesim të rinjt tan, llogaritë hoç 25 vjet e sipër, dhe jepja një listë, thuaj për çfarë ke nevojë. A do të gjejmë në ato përgjigje, për shembull, kam nevojë për udhëzim, kam nevojë ta njoh Allahun, kam nevojë që Allahu të fal gjunahet. Mendoj nëse ka diçka që e shpoton rinin ton sot nga gjitha këto shigjeta, nga gjitha këto sfide, epshe, dyshime me të cilat përballet shoqëria jon, veçanti rinia jon, vallahi nuk ka diçka më të mirë se sa dija fetare dhe qëndrimi me njerëzit e dijes. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahun e falenderojmë, mbi pejgamberin ton Muhammedin salavatet më të përzgjedhura i dërgojmë. Jemi në fillim të episodit 14 të podcastit Mexhlis. Kjo është Mexhlisi i 14 në të cilin kemi pas mysafir shumë hoxhallar. Sonte mysafir e kemi hoxhën e nderuar Amar Dauti, që na vjen nga Tetova, të cilit i shprehim se ardhi. Hoxhë nderuar, mirë se vjen. Mirë se vjen, Allah ju shpërblet, Allah ju nderoft për ftesën dhe për konsideratën. Kënaqësia është e jona që të kemi në mesin ton. Me ty, kështu si një djalë i ri, vendosëm që të flasim për temën rinia, shpresë dhe dhimbje. Ne shpesh herë, kur flasim për rinin, i kujtojmë, apo i përkujtojmë ato aspektet negative që na shkaktojnë dhimbje, po në të njëjtën kohë tek rinia shohim edhe shumë gjëra pozitive që tek ne ngjallin shpresën për një të mirë më të mirë, për një të ardhme më të mirë. Fiks. Hoxhë nderuar, këtë bisedë tonë do ta fillojmë atë se cili ishte raporti i pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam lidhje me rinin, me gjeneratën e re, si ai ka qenë shembulltyr për ta, apo si e kanë konceptu atë faktin se pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam është shembulltyra më e mirë. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, atë vetëm e falenderojmë, salavatet për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam i dërgojmë. Pas falënderimit të Allahut, hoqë më lejoni se ndjesi obligim moral, madje dhe fetar, që të shpreh një mirënjohje për ftesën që më keni bërë. Elusë Allahu subhanahu wa taala që Allahu këto mezhlise, sikurse e keni emërtuar dhe këtë podcast, Allahu ta bëjë mezhlis të bereqetshëm, mezhlis nga ku këto udhëzime dhe porositë cilat janë dhënë nga shumë hoxhallar dhe mysafir të nderuar, të shërbejnë si një fener ndriçues për besimtarët dhe për gjithë ata cilët e ndjekin këtë lloj formati ose këtë lloj emisioni. Andaj Allahu ju shpërbleft. Unë përderisa po mendohesha se çfarë do të flasim në këtë bashkëbisedim tani kur njoftove, domethënë audiencën edhe për çështjen e temës, mendoj se shumë më i duhuri do të isha unë që të isha në cilësinë e pyetësit në këtë rast, për shkak të dijes tuaj, për shkak të përvojës, të mejdanit që ju e keni në fushën e davetit, nga se më kujtohet që njohja e parë me ju ka qenë përderisa isha 8 i ri në moshë, megjithëse vazhdoj të dukem sikur
Akoma jam i ri, po, mirë po më kujtohen ato momentet moshën 14 vjeç, 15 vjeç, që patëm prezentuar në disa seminare kur ju ishit në qytetin e Tetovës. Madje më kujtohet edhe njëra nga lëndët cilët e keni pas shpjeguar ka qenë lënda e sirës, jetëshkrimit pejgamberit Allah sallallahu alaihi wasallam. Prandaj po mendohesha si do të flasum para hoxhës, cilin realisht unë do dua që të merre kemi haru, ju jeni të merr ja përgjigjen nga ai për kujtesën e keni të fortë. Mirë po, duke qenë se është formati një lloj bashkëbisedimi, kjo ma jep një komoditet, si me thënë, një rahatlëk për të bisedu. Hoq, jo vetëm i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, po ne shohim se e gjithë feja jonë, tërsi, edhe libri Allahut, do me thënë, në momentet saktuara ka theksuar me tekst veçantë këtë periudhë, e cila është e rëndësishme për njeriu, në që është periudha e rinisë. Andaj Allahu xhallahu ala kur flet për banorët e shpellës, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ata ishin djelmosha të ri, të cilët sakrifikuan jo për ndonjë interes të kësaj bote, po thjesht për të ruajtur besimin e tyre. Gjithashtu kur flitet për Ibrahimin alayhis salam, çfarë thuhet në librin e Allahut, është një djalë i ri i cili emërtohet ose quhet Ibrahim, e quajnë Ibrahim. Domethënë ishte në një moshë të re. Dhe shohim ne shumë tematika të ndryshme, jo vetëm biseda fetare, po edhe të tjerët të cilët thrasin për X diçka arsye, gjithmonë mundohen që target kryesor ta kenë rinin, dhe kjo mendoj që nuk është e rastishme. Kjo rinia është ardhmëria, rinia është fuqia potenciale më e madhe. Rinia është ajo që ka mundësi që të lëviz procesin. Prandaj do me thonë dhe edhe Islami, edhe feja, edhe libri Allahut, edhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i kanë kushtuar një rëndësi jashtëzakonisht të madhe kësaj periudhe. Dhe do me thonë ka qenë gjithmonë target në fenë Allahut xhallahu ala që ne duhet të jemi të kujdesshëm për këtë lloj periudhe, do me thonë të njeriu që është rinia. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kur na flet neve në një hadith, thot se nuk do të lëviz këmba e njeriut në ditën e gjykimit, në ditën kur do të dale para Allahut madhruar, pa mos u pyetur për 4 gjëra në një transmetim tjetër për 5 gjëra. Dhe ka përmend i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, ajo që më ka bërë përshtypje ka qenë se ka përmend do të pyetet për jetën e tij si e ka kaluar. Dhe më pas i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam thot do të pyetet për rinin. Periudha e rinisë si ka qenë. Mirë, tekst veçantë. Tekst veçantë, do më thonë, kur përmendet jeta, a nuk përshihet domosdoshmërisht çështja e rinisë? Mirë po, e ka përmendur me tekst veçantë për treguar se pikrisht ky është momenti më i duhur kur njeriu mund të furnizohet me vepra të mira, mund të jetë më produktiv, mund të jetë më i vyeshëm për shoqërinë e tij. Andaj i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam jo vetëm nëpërmjet kësaj këshille, po edhe në mënyrë praktike na ka treguar neve dhe na ka vënë dieni se si duhet të jetë roli i dikujt i cili është më i rritur karshi kësaj moshe, karshi rinis. Andaj shohim se pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam i pa dhënë një përgjegjësi të madhe Aliut radhiyallahu anhu që të strehohej në vendin e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam kur mori rrugën për të bërë hijret. Do të shohim se të gjithë fiset pikrisht u pajtuan që ta ekzekutojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo do është një guxim shumë të madh, një bindje shumë të thellë dhe të paluhatshme në Allahun që ta padyshim, do me thonë, dhe ishte i ri në moshë dhe kur e pranoi Islamin. Do të shohim se jo vetëm tek Aliu radhiyallahu anhu, pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam i vendosi në pozicione kyçe dhe shumë të ri të tjerë, duke ju dhënë përgjegjësi tejet vendimmarrëse dhe duke i vendosur në një rol të një thirrsi, sikurse që është rasti i Mus'ab bin Umerit, madje kur flasim në jetëshkrimin e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe vim tek një moment që është betimi i Aqabes, betimi i parë dhe betimi i dytë. Realisht ata djelmosha të cilët i takoi pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ishin fryt i punës që do të vjonte më pas. Në mesin e tyre ishte Mus'ab bin Umeri, të cilin pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam e pa dërguar në Medinë si mësues për t'ju mësuar njerëzve Islamin duke trokitur derë në derë. Andaj mori një lloj përgjegjësie. Ishte në mesin e tyre Esad bin Zurara, gjithashtu do me thonë pjesë e këtyre djelmoshave të ri të cilët pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ju pa dhënë një detyrë të madhe. Dhe këtu ne mund të ndalim do me thonë me një
përfundim hoq, domethënë nga kjo pyetje që e bëre se pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ju jepte pozita kyçe sahabëve për në vetë djesuar neve, për edhe atyre për t'ju dhënë një ndjesi se ata janë njerëz me rol të rëndësishëm, domethënë në thirrjen islame. Ne sot të përjetojmë një periudhë kur ndoshta edhe shumë i kina llastuar, i kina lasdru fëmijët, edhe i bëjnë 20, 23, 24, 25 vjet, akoma nuk e kemi guximin me sfidu me një punë që ta krye vetë. Fiks. Dërsa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e vendos në krye të ushtrisë, domethënë Usame ibn Zeidin, i cili ka qenë shumë në moshë të rinë. Paraforsisht 18 vjet ose nuk ka arrit 25 vjet, domethënë nga ajo që dihet. Edhe pse ajo që është interesante hoq, edhe ka qenë betejë e rëndësishme. Ka qenë betejë e rëndësishme sepse bëhej fjalë për të udhëheq 3000 ushtar nga radhat e muslimanëve. Dhe të mos harrojmë një detaj të rëndësishëm. Nën komandën e Usames kush ka qenë? Ka qenë Ebu Bekri, ka qenë Omeri radiallahu anhu, ka qenë Othmani, ka qenë Aliu, kanë qenë domethënë sahabë, ajo elita e sahabëve. Mirë po pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam e përzgjedh Usamen. Dhe ky Usame, me që e përmende hoq, më kujtohet një rast interesant. Njëri prej në kohën e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, Hakim bin Niza, nëse nuk gaboj, ka qenë djali i Axhës Hatixhes radiallahu anha, e patmar ka pas dalë në pazar dhe ka pas blejt një robë të mbretit të Jemenit. Robë e cila ka qenë e shtrenjtë. Dhe këtë robë, këtë tesh me kalim të kohës, ja dhuron pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. E i dërguar i Allahu sallallahu alaihi wasallam këtë robë kujt ja jep Usames. Dhe ajo që është më interesantja se kur ky Hizami e shef Usamen me këtë tesh të cilën ky e di se ja ka dhënë pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, i thot shërbetori i pejgamberit Allahut, djali i shërbetorit, nga se Usame ibn Zeidi gjithashtu do me thonë ishte në shoqëri me pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam, thot ta vesh këtë robë të mbretit të Jemenit, do me thonë sikur don ta kompleksoj, dhe se kjo është diçka e veçantë vetëm për pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Çfarë tha Usamja? A tha ato që realisht ndoshta do ta thonim gjithë ne që është e dur, për shembull dhalike fadlullah, kjo është mirësia e Allahut që Allahu ja jep kujdo. Tha vallahi, tha unë jam më i mirë se sa mbreti i Jemenit. Tha babai im, sa ja përmendi dhe babain, tha është më i mirë madje se babai i tij dhe nëna ime është më e mirë se sa nëna e tij, për shkak se ai ishte sahabi i pejgamberit Allahut. Babai i tij ishte sahabi dhe nëna e tij ishte sahabie e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ajo që tregon plus faktit se kanë qenë besimtarë, se kjo është ajo që e bën dallimin. Parimi kryesor në Islam të vlerësimit është devotshmëria dhe çështja e imanit fiks. Ajo që doja të thoja ishte se megjithse ishte i ri në moshë, kishte një lloj krenari për fenë e tij. Dhe jo sikurse ndodh shpesh sot në shoqërinë tonë, gjejmë shumë të rinj të cilët fatkeqësisht kompleksohen ndoshta nga kultura të ndryshme, nga modernizimi, nga njerëz të huaj të cilët nga këto fushatat e huajsimit tonë që do të thonë dojnë me i bërë të huaj në vendin e tyre, do të thonë çdo gjë që është e tyre origjinale, që është rrënjësisht prezente në kulturën e tyre, mundohen të largojnë e të zaventojnë me diçka që është e importuar, diçka që vjen nga jashtë, diçka që ka shumë antivlera dhe shumë. Edhe në këtë mënyrë, këta e mbi rinin ushtojnë një presion shumë të fuqishëm që do shta ndikon që ata dal nga dal edhe të shohin Islamin si diçka e huaj në jetën e tyre. Atësa ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Muhamedi i ka vendos një theks të veçantë mbi edukimin e tyre dhe ka punuar shumë e ta dhe pastaj rezultati ka qenë i dukshëm. Njerëz sikur Usame ibn Zeidi, sikur Musab ibn Umeri, njerëz sikur Muadhi radiallahu, sikur Aliu radiallahu anhu. Ti të kujtohet shumë i rasti kur pejgamberi sa do të jap flamurin nesër njeriu të cilin e do Allahu edhe Allahu ata. Edhe pastaj do atë. Thot Omeri radiallahu anhu kur u quam mëngjes, thot gjithë secili prej nesh e çonim kokën, mos ndoshta do të ishim ndonjëri
nga ata të cilët i do Allahu dhe ata e duan Allahun, dhe më pas uftua Aliu radiallahu anhu. I cili pastaj tha pejgamberi sa më jeftah Allahu alayhi. Allah të jep fitore. Por atij atë cek një çështje tjetër shumë e rëndësishme, që nëse Allahu të bën sebeb për që dikush domethënë të udhëzohet me thirrjen tënde, kjo është më e mirë se sa devet. Kjo është ai parimi që na dallon neve apo i ka dalluar ushtritë e muslimanëve nga ushtritë tjera. Qëllimi nuk ka qenë të pushtojmë territore apo të fitojmë resurse materiale, pasuri. Qëllimi ka qenë që njerëzit të shpëtojnë në këtë botë dhe në botën tjetër. Subhanallah. Hoxhë nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas një raport shumë të veçantë me të rinjt dhe të rejat, edhe kjo apo shumë qartë shihet edhe në mënyrën se si ka trajtuar gabimet e tyre, si ka trajtuar ndoshta shqetësimet e tyre. A mundesh na tregosh disa raste nga historia e pejgamberit sa se si pejgamberi sa e ka korrigjuar rrugtimin apo e gabuar tek ndonjë prej ashabëve, dhe këtë ta marrim si shembull se si ne ti trajtojmë të rinjët të kohës tonë. Padyshim se jeta e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam është e stërmbushur me shembuj të ndryshëm, të lloj-llojshëm që ne, domethënë, për ne realisht janë udhëzim. Një prej shembujve, ose mund të përmendim disa, ajo që më ka bërë personalisht shumë përshtypje, kur kom lexuar rastin e Enes ibn Malik radiallahu. Ka qenë shërbetori pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky ka qenë fëmijë, sepse ka pasjell nëna e tij. Dhe pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, normal kur është dikush i ri në moshë, mundësitë për të gabuar janë të mëdha. Nga se është mungesa e pjekurisë, është ajo euforia, energjia e tepërt, mos përvoja, domethënë gjitha këto janë faktorë cilët ndikojnë që ai gabimet të ketë ndoshta të vazhdueshme. Dhe tash imagjino vet Enesi tregon, thot i kam shërby pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam për 10 vite radhazi. Dhe asnjëherë nuk më tha pse e bëre këtë gjë ose pse nuk e bëre këtë gjë. Video është rasti kur e dërgon pejgamberi sa me kry një punë, edhe ai del në rrugë, takohet me fëmijët dhe fillon dhe lodhet, do të thotë. Dhe pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam krahas gjithë kësaj e arsyeton dhe e kupton. Unë mendoj që ky shembull është tejet praktik dhe domethënë sidomos për njerëzit cilët janë në rolin e edukimit, edukatorit, dhe merren me edukimin e trive. Unë mendoj që mosha e rinisë është mosha e cila më shumë ti ka nevojë që të mëshirohet, është mosha e cila ka më shumë ti nevojë trajtohet me kujdes veçantë, të justifikohet, të përkrahet, të udhëzohet realisht, nga se kemi rastin edhe atij triut i cili ishte kapluar nga pasioni i madh në moshë të rinisë. Dhe çfarë i tha pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam? Kërkoi leje për imoralitet. E i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam pa se ky moment është që duhet zgjedhur fjalët me qëllim për ta larguar nga kjo lloj dukurie negative. Çfarë i tha? A do të ishe i kënaqur tha që dikush të njëjtën gjë ta bante me duke i përmendur anëtarët të familjes. Udhëzim i pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Prandaj është tetë e nevojshme që edukatorët, domethënë, të meditojnë dhe të marrin metodat e duhura dhe të nevojshme nga jeta e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam për korrigjimin e gabimeve. Nga se është më se normale, mendoj që gjithë ne kur kemi kaluar në këtë fazë, kemi parë hoxh, domethënë, mundësi të ndryshme për të bërë lëshime, dhe sa shumë kemi pas nevojë që të kemi para vetes dikë i cili na e kupton situatën dhe është në gjendje të na jep atë udhëzimin e duhur që realisht në nevojitet. Edukimi i brezave të ri, përveç edukimit me shembulltyr, me model, shpeshher kërkon edhe një qasje logjike. Këtë që e përmendet ti është moment shumë interesant, ku pejgamberi sa e përdor logjikën, arsyeën e shëndosh për ta bindur atë djalë se kjo rrugë është rrugë e gabuar. Nga se këtë që ka ti ke dëshirë ta bësh me dikë,
ka mundësi dikush ta ketë atë dëshirë ndaj familjes tënde. Dhe si do ndihesh E ti si do të ndihesh në këtë situatë? Çfarë do të ishin emocionet tuaja nëse kjo ndodh me ndonjë antar të familjes tënde? Ose pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shpesh edhe kur i ka pa të mërzitur apo të pikëlluar fëmijët, e me fëmijët ka bisedu, i ka përshëndet edhe sikurse është rasti Ebu Umejrit, po. Imagjino pejgamber i Allahut, komandant, krye familjar, njeri rreth të cilit mblidhen burra të mëdhej, ndan kohë për të shkuar dhe për të ngushëlluar një fëmijë të vogël për shkak se i kanë ngordhur një zonë. Tash imagjino hoxhun nëse ne e zbresim në rafshin ton, domethënë në shoqërinë ton. Imagjino tash një imam ose një hoxh të merr rrugën për shku që të jetë afër një fëmiu për shkak të një rasti të tillë për shembull. Si do të shihej nga ana e shoqërisë tonë? Për këtë arsye do të na vlerësot, do të quhet kjo ala koma. A nuk ka punë diçka më të madhe, realisht kjo do të ishte ndoshta puna më e madhe. Po. Për shkak se ti e duke brumos. Kjo është shumë rëndësishme që e përmendë, elementi i prioritetit. Rinia sot sikur i ka përzi prioritetet në vend se me qenë prioritet diçka që i bën dobi në këtë botë dhe në botën tjetër, ato merren me gjëra që ju sjellin dëm edhe në këtë botë dhe në botën tjetër. Vend se me umar, me dituri, me ndërtim shkencor, me arsimim, me edukim, avancim në çdo aspekt, ato merren me gjëra banale. Me gjëra banale. Mu merr këtë, po është një realitet shumë i dhimbshëm që nxënësit e shkollave tona me i pyet për ndonjë lojtar të futbollit, me i pyet për ndonjë pjesëmarrës, Allah ju lëzoft, në showin e Big Brother, që quajnë show edhe pse është një, ta quajmë një shkatrim, një degenerim total. I din këtë me emër, me mbiemër. Do thonë, atë unë i thamë shpesh në nxënësve të miqve në shkollë, ju e keni inteligjencën, po jeni të e keq përdor, jeni të e shpërdor, si thuhet. Në vend se e përdor për gjëra të dobishme, ju e përdorni për gjëra të kota që nuk ju bën dobi, dhe në këtë mënyrë, në vend se me avancu, ju shkoni mbrapa. Disa terme, një terminologji që ka qenë e njohur për gjeneratat para kësaj gjeneratës, për këtë gjeneratë janë të panjohura. I pyet çka do të thonë çmimi Nobel për shkencë, nuk e di, as çmimi Nobel. Dush me përafru, me thonë, kjo është sikur Champions League me marrë futbol, e me çmimin Nobel. Nësa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çdo moment ka qenë ai që i ka motivu dhe i ka këshillu edhe e ka vendos theksin mbi atë për të cilat kanë prirje dhe kanë talent dhe për shembull rasti Ibn Abbasit radhiyallahu anhu. Po. Kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bën dua për to. Që Allahu t'i jep kuptim rreth librit Allahut. Dhe ne gjejmë sot këshillat më madhështore me cilët janë mbush hutbet tona dhe ligjëratat tona, janë porositë që ka thonë Ibn Abbasi, ose ndryshe për shembull, unë mendoj që hadithi Ibn Abbasit nuk besoj se do të kishte ndoshta dikush nevojë për të pas ndonjë konsultim, edhe pse elhamdulillah që janë me ndonjë psikolog, në qoftë se do ta kuptonte mirë hadithin që ja ka dhënë porosit pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, ja gulam, o ti djalosh, dua të ti mësoj disa fjalë, po. Meri hadith madhështor, kujt i është drejtuar një djalosh i ri. Realisht ne sot në qoftë se ti ndalesh ti flasësh një djali i ri në moshë të re, 13 vjet, 14 vjet dhe ja thua këto porosit mëdha, fatkeqësisht hoç nga një herë dhe nga rrethi mund të humbin atë vullnetin duke thënë se le se fëmijë është, dhe unë mendoj se kjo lloj mendësie ka nevojë që të eliminohet nga shoqëria jonë. Ose ka të një mendësi, lere të jetoj jetën derisa është ri, ne të kënaqet derisa është ri. Pastaj kur ti vija jo, pastaj do drejtohet eventuale. Ai do drejton çat. Po, në çat kohë. Qatë kohë është ajo që sikur se ka thonë pejgamberi për sadakan. Ente tasaddaq wa anta sahihun shahih.
Po. Tarjul ghina wa takhsha al-faqr. Do të thonë që kur jepet sadaka, e cila është më e vlerëshme, kur ti je i shëndosh me punu, do të thonë ki mos e punu, edhe e lakmon pasurinë. E ki qef. Kjo është edhe njëjta me rinin. Kur duhet me dëshmuajat bindjen e ti në Allahun? Kur duhet me dëshmu namazin e natës, ibadet e tjera për mendin e Allah? Sa ato në pleçni vetëm se fillojmë do psohemi, fillojmë falemi mbi karike, do më thonë pastaj kemi... Hoxhë Sufjan Thauri ka qenë duke fal namaz. Dhe pasi ka përfundu namazin, i ka pa disa djelmosha të ri për edhe vetës e ti. Dhe ju është drejtuar duke ju thonë, o ju shebab, o ju të ri, nëse nuk faleni tani, kur do të faleni? Nëse tash nuk shfrytëzohen gjymtyrët, shëndeti, energjia, për bindje dhe nështrim ndaj Allahut subhanahu wa taala, kur do të shfrytëzohet? Kur mendon që një i ri do të jetë aktiv në ibadet dhe produktiv dhe i vyeshëm për shoqërinë e tij, që realisht edhe qenurit i vyeshëm është ibadet duke realizuar ai qëllimi pse Allahu e ka krijuar jetën e kësaj bote, nëse nuk e bën kur është në moshë të re. Andaj pikrisht për këtë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam kur flet për grupet të cilët do të jenë në hijen e arshit Allahut, e përmend dhe një djalë të ri i cili jetën e tij, domethënë në çat periudhë të rinisë është rrit me ibadet ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pse? Me gjithë hapësirat e mundshme në kohën e rinisë, me gjithë ato faktorë, me gjithë faktorë ndryshëm, shka e largojnë nga përqendrimi në këto çështje, se rinia do të thonë edhe emocionet, edhe epshi, edhe energjia, gjithë ajo në kulm, mirë po me gjithë ato përsëri, do me thonë, ka bërë një sakrifis të madhe nga se është angazhuar me atë që Allahu xhallahu ala është i. Te kjo çka më së shumë të ndikon është besimi dhe bindja. Padyshim hoxh, unë mendoj se çështja e imanit, çështja e besimit, nëse nuk është e rrënjosur thellë në zemrat e trive tanë, kjo do të ndikojë që ata të jenë pasiv edhe në vepra, nuk do të jenë produktiv, nuk do të jenë ata që ne presim që të jenë, domethënë, në mesin e shoqërive të tyre. Për këtë arsye unë mendoj që ajo goditja më e mirë që mund t'ju jepet, flas në aspekt pozitiv trive tanë, është që t'ju japim mundësi që ata ta njohin Allahun. Ata të njihen me udhëzimin më të mirë, udhëzimin e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, ndoshta edhe prej formave, aty ta shohin modelin praktik gjithë përfshirës për çdo aspekt të hajrit. Padyshim. Aty të jetë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk i me gjetë punë të hajrit të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk na ka udhëzuar. Nuk na ka udhëzuar. Edhe në të cilën nuk ka qenë i pari që e ka bërë. Kur ka fol për namazin e natës, ka qenë i pari. Kur ka qenë për sadakan, ka qenë i pari. Kur ka qenë për punë trimrie, ka qenë i pari. Andaj në çdo sferë, në çdo cep të jetës tonë ne gjejmë padyshim shembull më të mirë tek kjo nuk është një personalitet i imagjinuar. Pejgamberi sa ka ekzistuar edhe pikrisht jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka qenë faktor që e ka bërë atë ndryshim rrethor tek rinia. Do të thonë kur e kanë parë realitetin e pejgamberit sa në çdo aspekt. Padyshim, ne kemi hoxha rastin e hijretit në Medinë. Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam prej gjërave të para që bëri çfarë ishte? Ndërtimi i xhamisë Kuba. Është transmetuar që vetë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam mbarte tullat për ndërtimin e kësaj xhamie. Dhe jo sikurse që nganjëherë ndodh që të gjithë ne duke përfshirë dhe veten gjendemi ndoshta vetëm në rolin e mbikëqyrësit ose duke dhënë urdhra të ndryshme pa mos me qenë pjesë e punës në mënyrë praktike. Prandaj nëse rinia ka nevojë për diçka këtë kohë, ka nevojë për një shembull praktik. Një shembull praktik. Andaj kjo që e përmende ishte shumë e bukur. Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam në mënyrën se si jetonte, si vepronte, vetë kjo ishte edukimi më madhështor për sahabët. Andaj ne gjejmë gjeneratën më të artë, gjeneratën e sahabëve. Unë flas për vete hoq, në moment kur jam kthyer nga studimet, ndoshta nuk e dia ka të bëjnë në mënyrë direkte me temën, por kur kthehesh nga studimet nuk është se je në ndonjë moshë të vjetër. Dhe është një sfidë, vërtet është sfidë për çdo njeri, gjithë ata të cilët janë kthyer prej studimeve,
e kanë përjetuar, besoj këtë cilën unë e them. Ajo pyetja që më shumë ti të vënë siklet kur kthehesh në shoqërinë tonë, është si kush duhet të bëhem unë. Këtë duhet ta marrë si shembull. Tash ruana Zot, imagjinon nëse ndodhesh në mesin e një shoqërie, në mesin e njerëzve të cilët realisht duhet të jenë muslihin, përmirësues të shoqërisë, ata janë mufsidin. Ato janë mufsidin. Imagjino çfarë zbehje të vullnetit, ose si mund të ndjehesh në këtë rast. Andaj kjo ka qenë prej momenteve, flas si i rin nga këndvështrimi një triu, sa shumë nevojë ka që ta shef dikon në mënyrë praktike se si kush duhet të bëhem unë. Prandaj edhe ne si hoxhallar, po edhe njerëzit të cilët janë ose synojnë të jenë përmirësues, mendoj që kanë nevojë shumë që të ndajnë kohë për menejt me këtë moshë, për menejt me të rit. Që ta shohën ato në mënyrë praktike. Ti kuptojnë problemet e tyre, sfidat e tyre. Pikrisht, që të jesh më afër halleve dhe derteve të tyre. Ato e përjetojnë një shok të vërtet nga ndikimet e shumta. Unë po flas për gjeneratën time, edhe pse nuk e llogaris vetveten që jam shumë plak, po në kohën tonë ndikimet kanë qenë të kufizuara. Ndosa sot me këto rrjete sociale, faktikisht çdo ditë janë ata të bombarduar me shthurje, me informata të rreshme, me shpifje ndaj islamit, me lloj dyshime, islamofobi, me shpallje të muslimanëve si terrorist. Edhe kjo krijon një lloj hutie tek ajo rini. Për cilën ndoshta e fillojnë të friksohen nga ta thuan qartë, kjo është identiteti im. Nga se dëgjon, nga kjo, nga ajo. Në vetëm e kujtoj një rast që pat ndodhur tek ne, një gabim që kjo gabimi askush nga ne nuk është i pagabuar. Pa dyshim. Subhanallahu, kjo duhet me kuptu. Por gabimin kur e bën dikush që thirret në fe, apo ta quajmë kështu kushtimisht është ambasador i fesë, ndikimi i atij gabimi është shumë i madh. Ndodh një gabim nga një vëlla i cili pat jehon shumë negative tek njerëzit. Pastaj filluan krejt të udhëzuarit me akuzu, ju jeni të këtill, ju këto i bëni këto puna. Sikur se i fusin pastaj me një thes. Pastaj krejt i fusin atë. Parametra një i ri, i cili sa ka fillu, nga një anë ka rrethi ndoshta i cili është larg fesë, i cili vazhdimisht i flet, se këto janë të këtill, këto do të shkaktojnë do të bëhen shkak që të bëhesh armik me familjen tënde, të ndahesh. Ta shpërlajnë trurin, domethënë, të largojnë nga familja, të bëjnë që t'ju besosh atyre, t'ju hapësh para dhe t'i marrin paratë e tyre me të keq përdorur dhe kështu me radhë. Dërsa shef realisht disa gabime nga këto që do të më kanë muslihin, që do të më kanë përmirësues, ata realisht dalin mufsidin, dhe kjo është me të vërtetë. E pejgamberi sa ka qenë shembulli i cili, siç thot rregulli i sheriatit, la yajuzu ta'khirul bayan an waqti al-haja. Nuk lejohet që të vonohet shpjegimi nga koha kur është i nevojshëm ai shpjegim. Dhe pejgamberi sa ka qenë aty vazhdimisht dhe asnjëri s'ka mungu nga rrethi i tij dhe ka qenë motivues kryesor që njerëzit të i kalojnë këto probleme, problematike, këto sfida. Subhanallahu. Pikrisht një prej ti të kujtohet shumë mirë faqet ndërprej, rasti ku pejgamberi sa është dëgjuar një zë në Medinë, i pari që ka shku drejt zërit, me pas se çka është, ka qenë pejgamberi sa. Ka qenë i dërguar i Allahut. Kjo tregon se flasim për një person i cili është me të vërtet kujdeset për shoqërinë e tij. Kujdeset për shoqërinë. Aleikum. Po, harisun aleikum bil mu'minina raufun rahim. I budh dhe i mëshirshëm. Dhe besimtar. Dhe ai vëhet në siklet për atë që ju ndodh. Shikom çfarë ndryshimi ndodhi Musabi ibn Umerit. Edhe nëna e tij u mundua çka ta josh. Edhe pse vinte nga një familje elitare. Po, elitare. Mirë po në betejën e Uhudit nuk patën gjet asnjë cop lecke që ta mbulojnë xhenazën e tij. Çka ndodhi? Unë vetëm po e tregoj si një lloj të presionit nga familja. Nëna e tij e cila para se të bëhet musliman, shpenzonte pa mas për rrobat më të mira, parfumin më të mirë,
Dhe është njohur në Mekë nëse kalon Musab ibn Umeri se era e mirë është e tij. Do të thonë këtu ka kalu Musab ibn Umeri nga parfumet më të shtrenjta Njeri ata me se ka. prestigj me pozitë Po, lartë. ka jetuar me, do thonë me një jetë të njerëzve të pasur, jetë luksoze. Dërsa pasi që e pranon, Islami nëna e tij çka? E bojkoton, i ndërpren të gjitha, edhe ai pastaj vjen në një situatë që mos e pas një kattesha ta themi, si e themi ne, me të cilat do të varoset. Në thotë kur e mbulonin pjesën e sipërme, Jo, zbuloheshin këmbët. Të mbuloshin këmbët. Po, u zbulon të Pastaj pjesa. shka vendosën për një pjesë disa lloj, do thonë bari, që ka aromën e këndshme dhe pjesën tjetër e mbulohen Subhanallah. me tesha. Kush? Musab ibn Umeri, ambasadori i parë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Medinë. Subhanallah. Çfarë ndryshimi. Dhe kjo hoç, unë mendoj se Po, unë është mirë që të rrit me i motivu çfarë ka qenë gjendja shpirtërore e Musabit. A ka qenë shpirti tash unë më mërzitur se këtë më bojkotojnë, kam qenë i pasur tash më fukara, miskin, kur të kom apo ka qenë gjendje krenaris me Islamin dhe gjendje që unë të punoj natë e ditë për ta përhap fenë e Allahut. Nga sa ai e ka kuptuar realitetin e kësaj bote dhe e ka ditur me bindje të thellë se çfarë e pret në botën tjetër dhe se nëse njeriu duhet të shpenzojë dhe duhet të harxojë energji për diçka është për ta fituar xhenetin e Allahut ose kënaqësinë e Allahut te barekuhu teala. Andaj jo vetëm në kohën e Musab bin Umerit. Allahu te barekuhu teala kur flet për ata të cilët duan dhe dëshirojnë që të na largojnë neve nga rruga e drejtë, Allahu e përmend dhënien e tyre hoxh ose angazhimin e tyre në një formë duke vazhduar dhe në tarmen, fesejun fikune, ata do të vazhdojnë që t'japin, se për shembull këto lloj emisione që sot janë sprovuar një pjesë e madhe e muslimanëve, ne të mos mendojmë se ato bëhen pa të holla. Ja. Dikush jep me të madhe vetëm e vetëm që të mos i shoh fëmijët e muslimanëve të angazhohen me libër të Allahut ose të jenë moralin e tyre aty ku duhet. Andaj edhe do të vazhdojnë. Dhe kjo betejë mes të kotës edhe të vërtetës nuk është betejë që ne tani e shohim. Ajo është deri në ditën e gjykimit. Po, thjesht ajo që kërkohet dhe që na përket neve është që të jemi syçel, ku jemi ne përballë kësaj përhapje dukurive negative që duan me çdo kusht, për shembull, nxjerrin ose ta zbulojnë turpin nga trit tanë dhe nga familjet tonë. Do ndojnë ta hekin ndjenjen turpi që është cilësia e mirë. Wal haya min al iman. والحياء من لا يأتي الحياء إلا بخير. Nuk ndodh që të vi turpi ose të sjell diçka përveç se të mirës. Ose ka thonë turpi është prej imanit. Prej imanit, pikërisht. Prej imanit, do të thonë kur flasim për këtë turp kemi përqen ndershmërinë, që njeriu me qenë i ndershëm, me rrit nderin e tij dhe mos me u zhyt në mëkate që nuk i kanë hi. Këtë çka e tha ti fesion fikun e thumë të kunu alehim hasra. Pastaj do bëhet shkatrim për ta. Ato, me të vërtet, në veçanti punohet me gjeneratën e re. Unë po e bërej se çdo gjenerat që vjen është më shumë me thonë kështu, më shumë e hipnotizuar. Edhe e ekspozuar. Edhe ekspozuar në këto ndikimet. Ashtu që nëse ndoshta gjeneratët para 5 viteve kanë qenë më stabil në identitetin e tyre, këto gjeneratat janë shumë të luhatshëm dhe shumë labil, pse se kjo informatat e shpejta që i jepen e bon që të kata të mos ekzistojë diçka që quhet kontinuitet. A pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vazhdimisht ka insistuar në atë që quhet kana amaluhu dimatan. E vazhdueshme. Madje edhe prej veprave më të dashura tek Allahu është ato që janë të pakta po janë të vazhdueshme. Po janë të vazhdueshme. Andërsa me këto gjëra po mundohen ta zgjesojnë tek rinia nevojën që të kenë një kontinuitet. E ti me siguri e din se ka shumë në perëndim në veçanti njerëz që kalojnë nëpër faza, tash është në fazën e shkencës, pastaj në fazën e artit, pastaj në fazën e do thonë biznesit, karrierës. Këtë zjarë të pakës më atleta, po ato
Po. Kalon në fazat shfrenimit të drogës, edhe varësisë prej drogës, pastaj e gjeta Zotin, pastaj jo te kjo nuk ishte kështu, po ai shkoi te tjetër. Këto janë këto pasqyrim të nevojës reale që e ka rinia për një besim, për një fe e cila i ka përgjigjet për çdo dilemë që e ka rinia. Dhe nuk e lë që të jetë në hamendje. Dhe nuk e lë që të hutohet, dhe nuk e lë që të... Prandaj unë them, hoxha, se prej begative më të mëdhaja që Allah subhanahu wa taala ja ka dhënë dokujt në jetën e kësaj bote, padyshim është begatia e imanit. Nga se Allahu të mirat e kësaj bote ja jep edhe atij, sikur se ka thënë Ibn Taymi rahimahullah, edhe atij që e do, edhe atij që nuk e do. Mirë po Allahu imanin dhe besimin ja jep vetëm atij që e do. Dhe ne të rit tan duhet të jenë të mirënjohës ndaj Allahut subhanahu wa taala që u ka mundsuar të lindin në familje muslimane. Gjithë ne, elhamdulillah, kemi lindur, flas pjesa dërmuese në vendet tona, kanë lindur prej baballarëve dhe nënave të cilët janë musliman. Mirë po, ajo që më shumë ti na ka dëmtuar neve, hoq, është fakti se ne jemi mjaftuar vetëm atë që na e kanë përcjell ata. Dhe nuk kemi bërë asnjë lloj përpjekje për të avancuar në dijen tonë fetare, dije kjo e cila do të na mbajë neve stabil karshi sfidave që do t'i kemi në jetë. Edhe realisht gjithë këto që ne i përmendim janë sfida, të cilët kanë nevojë për një dije pakës më të thellë, kanë nevojë për metoda të ndryshme që ti të arrish t'i eliminosh nga rruga ose nga rrugtimi yt për tek Allahu xhallahu ala. Do të me i motivu me pas ambicie të larta. Pejgamberi sa këtë pikërisht e ka bë. Kur ju thot ashabët e tij, nëse kërkoni xhenetin, kërkojeni Firdausin. Do të kërkojeni xhenetin më të lartë, padyshim. Edhe në çdo aspekt kërkojmë më të lartën, më të mirën. Desa ne sot, sikur kjo aspirata të rinia nuk ekziston. Unë ndoshta e kam përmend të në podcast, ambicje që i kam pas gjenerata e viteve 60, 70 të shekullit të kaluar, kur arsimi ka qenë shumë në nivel të dobët. Disa fshatra në Maqedoni për me mësuar në gjuhën shqipe është dashur me shku me udhëtun në Kosovë. E ti dim fshatin e Likovës. Po. E kanë kalu malin për me shku në Gjilan, për me shku në shkollë mesme. Edhe une po dua ta paramendoj çfarë ambicie ka pas ai njeri. Ai djali i ri që marr çka s'ka. Ka marr gjithat rrugë. Do thonë, shkojsha tha dillën, kthehesha të premten. Në kom, s'ka. Do thonë, se disa a ke 40 km apo 28, ku më haru, po, në kom i ka kalu për me shku, për me mësu. Dërsa sot, generatat i kanë krejt kushtet, krejt mjetet, dhe përsëri nëse e shohëm... Përsëri, kur i thu lexojve këtë, lexoja, shkon e pyet ChatGPT-n se çka ka te ai libri. Te ai libri. Shkurtimisht, Fik, padyshim. Për këtë arsye hoxh Arabia al-Aslami, djalosh i ri, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam çfarë i tha? Tha kërkon nga unë çfarë do. Çfarë i tha? Tha oj dërguari i Allahut, tha duash shoqërimin me ty në xhenetin e Allahut. Kjo është ambicia apo nuk është ambicie? Nëse ne bëjmë një anketë dhe i pyesim të rit tan, llogaritë hoç 25 vjet e sipër, dhe jepja një listë thuaj për çfarë ke nevojë. A do të gjejmë në ato përgjigje, për shembull, kam nevojë për udhëzim, kam nevojë ta njoh Allahun, kam nevojë që Allahu të fal gjunahet, kam nevojë që të kem një familje të shëndosh, kam nevojë që Allahu të më mundsoj që ta ruaj nderin tim, kam nevojë për gjëra të cilët, ose kam nevojë që të mbaroj mjekësinë që të jem i dobishëm për shoqërinë time. Apo mos ndoshta shumica e përgjigjeve do të ishte kam nevojë për një PlayStation 5 ose për një kompjuter i cili është gaming, domethënë ose një iPhone, gjëra të cilët realisht tregojnë se ambicjet janë. Edhe nëse e pyet, a di me përdor, për çka e përdor? Ta e përdori për TikTok.
Do thënë edhe atë telefon që e ka, atë teknologjinë që e ka, që në hap shumë horizonte, dhe mundësi të reja dhe të mira për qenë dovishëm. Kjo është ai problemi i ambicieve të ulta dhe aspiratave, dhe sa të pejgamberi sa të ashabët e ka vazhdimisht ka motivuar drejt të shkojnë drejt asaj që është më e lartë. Më e lartë. Dhe s'ka gjë më të lartë më të shtrenjtë se sa xheneti i Allahut. Ebu Dahdah radiallahu anhu ka qenë i ri, po në betejën e Uhudit, thot nëse jetoj sa për t'i hangër këto hurma që i kam, nuk ka tash që as ngrënia e hurmave t'ja merr kohën. Ebu Dahdah apo Ebu Dujane. Po. Edhe thot i ka hedhë dhe ka hyrë betejë që e ka kuptu se ne muslimat nuk jemi fatalista që unë kam që vdekin, jo. Po i ka ditë se ajo që ka është në ahiret për besimtarë në shumë e mirë se më mirë dhe më qëndrueshme, më afatgjatë se sa kjo që e ka kjo dunja. Po për të ardhur, për të menduar ose për të pas këtë lloj mendësie hoq, mendoj që padyshim është e nevojshme dija fetare. Unë sot gjatë hutbes përmenda hadithin e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam që e transmeton Enes ibn Malik, thoshte se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam lutej duke thënë Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba. Dhe realisht të kjo pjesa o Allah të kërkojmë mbrojtje, të më ruash nga dituria e cila nuk më bën dobi. Unë mendoj që është prej duave që ne kemi nevojë në këtë zaman. Sa e sa njeriu ose i riu preokupohet ndoshta me një dije të cilën edhe ai është i vetëdijshëm se nuk i bën dobi. A dish pse? Për shkak se, sikur se thot njëri prej dietarëve, ruaju dituria e cila të shkëputi prej ignorancës, mos të shkëpus as nga Allahu. Nga se një dije e cila nuk të afron tek Allahu, një dije e cila nuk t'i qel syt për ta kuptuar realitetin e kësaj bote se je i përkohshëm, një dije e cila nuk të bën më të mirë në raport me familjarët, në raport me shoqërinë, në raport me mësuesin, a është dije e hajrit apo nuk është dije e hajrit? Një dije që e bën mendje madh, të bën arrogant, bën. Prandaj ne sot për shembull, duke qenë se vin nga Tetova, edhe shpesh herë kam mendu qytet me 2 universitete. Dhe elhamdulillah kjo është mirësi në esencë, para ata të cilët din të marrin atë ajkën, do me thonë të edukohen, të arsimohen në mënyrë të mirëfillt. Mirë po nga ana tjetër mendoj si ka mundësi që sot po flas edhe globalisht në botë, me shtimin e universiteteve, me shtimin e institucioneve të ndryshme për ta edukuar qenien njeri, të përhapen gjithë këto lloj dukuri negative. Si ka mundësi me një qytet për shembull me 2 universitete të shohësh gjithë ato kazino në mesin e qytetarëve. Gjithë ato dukuri të ndryshme negative. Dhe unë them hosh gjithmonë se bastore sportive të mos flasim me të mëdha. Dhe unë them se ajo e cila realisht ne kemi haruar dhe na janë përhap këto dukuri është mungesa e dijes fetare. Jo diçka e tjetër. Pse? Për shkak se sa e sa profesor, doktori ndoshta me titull ndodh që të korruptohet për një shumë të vogël të hollave. Dhe dikush tjetër i cili është bari, apo nuk ka kryer as shkollë të mesme, por bindja e tij se Allahu e mbikëqyr për çdo fjalë dhe çdo vepër e bën që të jetë i kujdesshëm përpara miletit, përpara shoqërisë. Ta ruan vetën nga haram. Pikrisht. Andaj unë mendoj nëse ka diçka që e shpëton rinin tonë sot nga gjitha këto shigjeta, nga gjitha këto sfide, epshe, dyshime me cilat përballet shoqëria jonë, veçanërisht rinia jonë, vallahi nuk ka diçka më të mirë se sa dija fetare. Dhe qëndrimi me njerëzit e dijes. Prezenca në për mezhlise ose në për ndeja kushtohet imani, sepse ne e dim nga parimet e ehli sunetit është që imani, ky besim shtohet dhe paksohet. Kur shtohet? Shtohet me vepra të mira. Po a mund dikush t'i shtoj veprat e mira nëse i mungon dija, ose nëse i mungon motivi për xhenetin, nëse i mungon bindja ndaj Allahut xhallahu ala? Nuk ka mundësi. Andaj ne nuk mund të presim. Kur flet për besimin që është çelësi apo për adhurimin e Allahut që është çelësi i xhenetit që është pika kryesore,
thot dije se nuk ka zot tjetër. Fa'lem ennehu. Fa'lem, do thonë Nuk meriton të adhurohet. Në mënyrë imperative thot se dije. dush me ditë se kush është Zoti. Do thonë dija është baza e besimit tonë. Prandaj nëse ne duam, nëse ne sikur se e patë emërtuar në fillim rinia, shpresë ose dhimbje. Nëse ne duam realisht kemi një rini tek e cila shpresojmë, duhet padyshim që ne të angazhohemi që t'ja u bëjmë me dije atyre se pa dituri fetare, pa mos me ndet në vende dhe në mezhlise ku të shtohet imani, ku ti e njeh Allahun subhanahu wa taala, nuk mund ne të kemi një rini tek e cila ne do të shpresojmë. Përkundrazi hoç do të kemi një rini e cila do të jetë e mbushur dhe e stërmbushur me dhimbje të ndryshme. A nuk është për të ardhur keq nëse në një vend lajmërohet për ligjërat të ndonjë hoxhës. E në të njëjtën kohë lajmërohet një koncert tek i cili bileta kushton është $500, €10, një bilet që 15-20 euro. A nuk është për të ardhur keq kur do të ke një numër shumë fish më të madh të koncerti se sa të ligjërata e cila është falas. Te ky koncerti, në vend se e fitu se vape, ai fiton gjënahe, ndoshta edhe shfrenime që vetëm Allahu i falë, edhe i din edhe nuk na sprovon aty. Desa te ky hoxha fiton dituri, kënaqësi, motivu, me u taku. Subhanallah, ne shpesh kjo është veçanti një këshill për rinin. Pejgamberi sa ka thonë el mar'u ala dini khalilihi. Pikrisht. Njeriu është në fenë e shokut të tij. Një prej begative që njerëzit i kanë haruar në këtë kohë është që ta kesh një shok i cili vazhdimisht thret, të motivon, të inspiron, të këshillon, ta korrigjon gabimin, ose të ndihmon që ta i kalosh ndonjë sprov, të jesh më i fuqishëm në përballje me sfidat. Këtë shok në rinia duhet me kërku. Elhamdulillah, ka të tillë. Edhe mos u mbështet tek ata të cilët nuk ja dojnë as vetvetes të mirën pa as ty. As ty, pikrisht. Kujtohet një rast, që e përmende, kur isha në Danimark. Të sigurisht ai djali i cili do ta shoh këtë emision, domethënë e di se për kë bëhet fjalë, dhe patëm realizuar një takim me xhamatin, me vëllezrit, dhe në mes tjera shpat ardha i vllau i cili kishte kohë dhe kishte pas një shkoputje domethënë nga prezenca e tij në këto mezhlise të hajrit. Dhe në mesin e gjithëve tha një muhabet i cili sot e kësaj dite e mbaj mend, edhe pse bëhet fjalë para 6 viteve, ndoshta parafërsisht. Tha hosh, si ka mundësi, tha, njerëzit të cilët i kam shok dhe kanë dëshirë që unë t'jem në mesin e tyre për të luajtur, është një farë loje hoq gurës. E përhapun mesin e shoqërisë tonë. Domina. I thonë gurës tek ne, nuk e di, nuk i marrë vesh domethënë si lojra. E tha, a është normale, tha hoq, ato shokët të cilët kanë nevojë për mua që unë të luaj gurës, tha më thrasën çdo natë telefon, e para. E dyta tha më thonë, nëse nuk kemë me çka të vish, na prit se ne do vim do të marrëm. Edhe tha janë gjendje, jo pak kilometra të bëjnë, tha që të vinë të marrën vetëm e vetëm të mkenë shoqërinë e tyre që të realizohet loja. Tha nga ana tjetër, tha, si nuk kam një vëlla i cili më merr në telefon dhe e ka të njëjtën gatishmëri që unë të jem pjesë e një vepre të hajrit sikurse këta tjerë. Duke ditur normalisht shpërblimin se ky i cili udhëzon për hajër ose bëhet sebeb për hajrin e dikujt, e ka edhe shpërblimin e atij. Të tillë ka qenë sahabët, edhe prandaj edhe arritjet e tyre edhe sot përmenden. Ka qenë vazhdimisht njëri afër tjetrit, e kanë ndihmuar, e kanë këshilluar, e kanë përkrahur. Prandaj Muadhi radiallahu anhu, sikurse është transmetuar, shpeshherë ndodh që t'ju thoshte shokëve të tij, "Ijlis bina nu'minu sa'a." Hajde ulu me ne për pak çaste që të kujtojmë Allahun te barekuhu teala, të flasim diçka për Allahun, të flasim diçka për e cila do të na bëjë dobi në jetën e kësaj bote dhe në ditën kur do të dalim para Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpeshherë është një
çështje që është e rrezikshme për krejt musliman, por në veçanti për ata që janë në periudhën e rinisë. Çështja e ekstremizmit, çështja e kuptimit ekstrem të gjërave. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "La yushadda fi hadha ad-din ahadun illa ghalabahu." Secili që stërhollon, do të thonë kërkon ato mendimet më të rënda, më të ashpra, kjo fe ka për ta mund, për ta fituar, për ta nuk do të mund që të jetë i qëndrueshëm. Nuk do të jetë i qëndrueshëm atë. A mendon se sot e ndëgjoj një fjali të një hoxhës se më pëlqente, i këshillon të rritë dhe ju thoshte: urdhnoni për të mira dhe ndaloni prej të këqijave. Por thot mos e bëni këtë urdhrimin për të mirë dhe ndalimin nga e keqja që të jetë e keqja në veti. Do thonë mënyrën se si e bëni, mos e shndroni që atë të bëhet munkerun fi nafsihi. Që të bëhet domethënë vetë gabi mënyra. Njerëzit sot bashkëtu mendu për këtë hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, men qala halaka an-nas fa huwa ahlakuhum aw ahlakahum. Kush thotë se shkatruan njerëzit, realisht ajo është i pari prej të shkatruar, ose në një komentim thuhet ai i ka shkatruar. Faktikisht ti me këtë e ke ul ambicien tek njerëzit kur ti je i shkatruar me ti në xhenem. S'ke shkabon. Para mendoj çfarë ndikimi ka në psikën e një njeriu kur ti zblen kur ti je i shkatruar, ti je në xhenem. Tek ne ka në vend se me kanë momentin motivues, momenti këshillës. Me ja dhënë një lloj përgjegjësie me bë që ai të jetë i vlerësuar në mesin e shoqërisë. Unë mendoj që nuk ka njeri, sidomos të rit, tek i cili ne nuk mund të gjejmë një rol dobishëm në thirrjen islame. Po kjo që e përmend hoxha është tejet e vërtetë dhe kjo ka të bëjë dhe ato më herët që tha se kur dikush prej njerëzve me petk fetar bën një gabim, pastaj njerëzit janë të prirur që të gjykojnë pjesën ndërmuese të masës se edhe këta janë të këtillë. Andaj sa herë ne për shembull ua kemi pa sherrin njerëzve të cilët kanë ftuar të tjerët për tek Allahu, po jo në formën e duhur. Ose përmbajtja e thirrjes ka pas diçka ekstreme. Nuk ka qenë përputhshmëri ndoshta me metodën e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ne e dim se nga delegacione që i ka pa dërgu pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, për fjalëve që i këshillonte ishte yasiru wala tu'assiru, lehtësoni e mos vështirësoni. Do të thonë, këta të cilët po bëjnë këtë gjë ekstreme ose dekurajojnë njerëzit, e humbin vullnetin, nuk ka hajër prej këtyre, nuk bëhet prej këtyre, zbohet ky milet, këta janë shkatru, realisht këto janë kundërtën e parimit që na ka mësuar i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka shpreh pesimizëm për asnjërin. Ebu Xhehlin sa herë ka thirr. I ka shku, i ka thirr, ka përsërit thirrjen. Megjithse kishte përvoja dhe përjetime të mendjematësisë. Ai e ka ditë me siguri nga shpallja, e ka ditë se nga ky zbohet. Po. Por e shprehte, e kam lutur Allahun që ta ndihmon me njërin prej dy Omerave. Po. Njëri ka qenë Ebu Xhehli, tjetri ka qenë Omer ibn Khattab. Edhe Allahu e ndihmoi këtë. Kjo tregon se subhanallahu, kjo qasje e etiketimit apo qasja e distancimit të njerëzve është qasje e gabuar. Pejgamberi sa kështu nuk ka vepruar. Vazhdimisht është mundu që ta gjejat fijen e hajrit tek secili dhe pastaj ta kultivon dhe ta shton derisa ai të kthehet. Dhe kështu do të qenë edhe ne. Prandaj këtu hoç kanë një përgjegjësi të madhe, mendoj edukatorët, për arsye se çdo kush i cili ka në mendjen e tij një iniciativë të hajrit ose do ta bëjë një nismë të cilën ai e konsideron se kjo është e dobishme për miletin tim, për shoqërinë time. Unë mendoj se prej gjërave të para të cilën duhet ai ta bëjë, të konsultohet me njerëzit e dijes. Dhe realisht ti filtroj projektet e tij me qëllim që në fund, do më thonë, ta bëj nga këndvështrimi, nga pikpamja e marrjes së sebepeve, me qëllim që në fund dal me diçka që është e shëndosh, është në mënyrë të matur, do më thonë, ka atë formën e duhur, me cilën formë është i kënaqur Allahu dhe është udhëzimi pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, kur shpesh herë si të ri
marrim iniciativa duke mos u konsultuar me njerëzit e dijes, me njerëzit cilët i kanë pluhros ndoshta këmbët e tyre me vitet të tëra në mejdanin e davetit. Mundësitë janë shumë të mëdha, pavarësisht nijeteve të mira, që ne formën ta kemi gabim. Andaj edhe sahabët, sikurse që është transmetuar, Allahu qoftë i kënaqur me ta, për mënyrat e rukjes për shembull. E pyetnin pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, si e shef këtë lloj forme? Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, aty ku shihte se ka nevojë për korrigjim, korrigjonte, aty ku ka nevojë për plotësime, plotësonte, aty ku ka nevojë për tu eliminuar, nga se ka shumë projekte ndoshta ose nisma të cilat në shikim të parë duken si të mira, megjithatë ka nevojë që të eliminohen për shkak se përmbajtja ose forma, metoda nuk është e duhur. Edhe ju tha për rukjen, la ba'sa bi ruka ma lam takun shirken. Do të nuk ka është problem që me bë rukje, Përderisa nuk ka elemente të shirkut apo nuk ka ose rasti atyre djemve që shpeshherë përmendet, që patën ardhur tek pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam, të cilët ishin të motivuar për të adhuruar Allahun secili në një formë veçantë, me një dozë të jetë madhe, me një dozë të shtuar, duke shkuar tjetri deri në atë masë që tha i dërguari i Allahut, tha unë nuk dua të martohem, domethënë, me qëllim që të kem sa më shumë kohë. Njëri do të falen gjithë natën, tjetri do ta agjeroj. Po. Pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, ai është njeriu më i devotshëm. Ju tregoj rrugën e mesme, rrugë për cilën mendoj se shumë prej të rive të cilët kanë synim që të jenë të udhëzuar ashtu siç duhet, mendoj që është e nevojshme që të jenë pikërisht në këtë rrugë, në udhën e mesme. Ju tha unë edhe agjeroj edhe nuk agjeroj. Jam njeriu që më së miri t'i e njoh Allahun te barek ve taala. Edhe më shumë. Edhe më i devotshmi, megjithatë edhe agjeroj, po edhe ndodh që tushqie mos më agjeru. Edhe martohem, po edhe bëj ibadet, falem natën. Edhe falim namazet, po ndonjëherë edhe jam i martuar. Edhe do të thonë ndonjëherë edhe flej. Po, bëj gjumë domethënë, po. Kretën këto tregon se rruga ose rasti i Abu Dardas radiallahu anhu. Kur vjen Selmani. Po, kur vjen Selmani el-Farisiu. Çfarë i tha pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam? Megjithëse ai nuk është se kishte bërë ndonjë vepër realisht, nëse do t'ja tregonim njerëzve se çfarë ka bërë Abu Darda, asnjëri prej nesh ndoshta nuk do të kishte vërejtje, përkundrazi do të jepnim komplimente, mashallah, te barekallah, ky lloj ibadeti ndoshta është shembull për të marrë. Megjithatë pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam kujt i dha përparësi? Wa inna li nafsika haqqa, tha ti ke hak ndaj nefsit tonë. Ke hak ndaj familjes tënde dhe ke hak ndaj Allahut te barek ve taala. Dhe çfarë than fund? Fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Andaj mundohu që gjithë secilës prej kësaj ja japish hakun. Nga se nuk ka mundësi hoç, kjo është si rregull, që njeriu të angazhohet ose të preokupohet me diçka që nuk i përket në momentin e dur kur ai është, e që të mos i hyjë ndërhak diçkaje që i përket. Dhe kjo është rregull që ka përmendur Imam Shafiu. Thot nuk ndodh që njeriu të angazhohet me diçka që nuk i përket, pa mos me i hyjë ndërhak diçkaje që realisht atij i përket. Për shembull, nëse flasim në rrafshin e të rive të cilët duan të jenë sa më të ditur në aspektin fetar, sa njeriu ka shkuar të lexoj në disa kapituj duke i hyrë ndërhak kapitullit të abdesit për shembull. Ose duke i hyrë ndërhak diçkaje që është tehet elementare për të. A për cilën ka nevojë? Për cilën ka nevojë. Sa tri për shembull gjejmë të cilët kanë vullnet dhe gatishmëri që të merren me komente të ndryshme në rrjetet sociale, ama nuk e ka të njëjtën gatishmëri që të shkojë para një hoxhe dhe të ulet dhe ta mësoj librin e Allahut, leximin e Kuranit. A flet për mesele të mëdha? Flet për gjëra të cilët ta lë përshtypjen sikur ky është për ta lënë këtë haro tashme. Omer radiallahu anhu i ka pasat këshillin e vet që ka qenë shumica e aty prej ashabëve më të vjetër. Në mes të tyre ka qenë dhe Ibn Abbas, sepse ka qenë djalosh i ri. Pikrisht. Por ka qenë pjesa e këtij këshillit ku ka bë me shvere ose është këshillu Omeri radiallahu anhu. Kjo tregon se mosha nuk është pengesë që dikush më arrit pjekuri, as më arrit urtësi, por shpesh herë rinia me atë vrull të energjisë e bën një gabim
që nuk I matin gjërat sikur ma të vjetit, sikur ma të diturit, dhe pastaj bën gabime të këtilla. Fokuso tek një pikë e cila është ndoshta ka fundi I librave fetare, dërsa e ka haruar fillimin dhe hyrjen. Ai e ka bërë pjesë kyçe, domethënë gjatë temës ose gjatë bisedës së tij. Te kjo Omerit radiallahu anhu që e përmende hoç, shiko, nxirret vetë një ursi nga kjo që e përmende. Tha, kush e ka marrë ka ul? Ka qenë mezhlisin e kujt? Mezhlisin e Omerit, apo? Mezhlisin e Omerit. Nuk ka pas mezhlis të veçantë të vetin Abdullah ibn Abbasi. Do me thonë, për këtë arsye është shumë më e lehtë kur flet, nuk e them sinqerisht hoç, nuk e them për shkak të modestisë që gjendem para jush, por për mua është shumë më lehtë në qoftë se gaboj në praninë e dikujt cilin unë e llogaris si hoç, si mësues, për shkak se mundësia e përmirësimit është aty për aty. Se sa që unë të krijoj një mezhlis vete, të pa koordinuar, të pa matur, e pastaj do me thonë të bëhem I Zoti I vetvetes për me bisedu për çështje fetare. Kjo është edhe rasti I Ebu Hanifes rahimahullah me talebet e tij. Do të thonë kanë kalu vite të tëra derisa janë formu, derisa janë eduku në mezhlisin e Ebu Hanifes rahimahullah, pastaj kanë bërë mezhliset e veta, edhe Muhammed ibn Hasan Shejbani edhe Ebu Yusufi. Pikërisht. Kanë bërë pastaj më vonë edhe mezhliset e veta, po ka kaluar një kohë derisa është forcuar I brumi ajo dija e tyre. Prandaj përvoja edhe rinia, përvoja edhe dituria e aty që janë më të moshuar, edhe energjia, kombinimi realisht I këtyre dy gjërave. Vullneti I rinis është kombinimi I cili krijon gjithmonë mendoj rezultate të mira dhe mrekulli, ndryshime shumë të mëdha. Prandaj edhe ne shpesh herë nëpër xhamia ballafaqohemi me dy mosha të ndryshme. Është mosha e shtyer, realisht përballë të cilëve ne duhet ta dëshmojmë madhrimin ton karshi Allahut, nga se sikur se është përmend në hadithin e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, me të vërtet shenjë se një njeri e madhron Allahun te barekuhu teala është kur ja respekton thinjat dikujt. Do me thonë është moshë më të shtyrë dhe ky e respekton. Po fiks. E prandaj unë them se kur ne kemi këto lloj dy palët në shoqërinë tonë, po flas në veçantë për në xhami. Gjëja më e mirë që duhet shikohet gjithmonë është se si të bëhet ky lloj kombinimi. Pa mos më përjashtuar asnjëran, nga se gjithmonë mund të ketë pat një frymë negative ose mund të mos kenë ecë punët ashtu siç duhet. Po, kanë pat spojnë mes vete, në qoftë se nuk është mirë menaxhuar, domethënë mosha e njerëzve që janë më të shtyrë, pakës të moshë pleqve realisht, të cilët kanë përvojë, edhe njerëzve të cilët trive të cilët e kanë energji. E ka tregu atë mënyrën më të mirë për me të I kalu çdo problem. Ka thonë nuk është prej neve ai që nuk I respekton më të moshuarit dhe nuk I mëshiron më të fjalë pakt, po. Ato që janë më të ri duhet me I respektu më të moshuarit, dhe ato që janë më të moshuar duhet me I mëshiru këto më të ri dhe kështu krijohet simbioza edhe harmonia mes vetë. E cila pastaj e kjo ka qenë, do të thonë, pjesë e gjeneratave të ashabëve. Mendoj që këto lloj udhëzime të pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam janë të nevojshme hoxha edhe për njerëzit cilët janë të shtyrë në moshë. Po, më lejo që të shfrytëzoj domethënë nga momenti, nga rasti, që të përmendi ndoshta një fenomen me të cilin po përballemi, po thuaj se gjithë secili prej nesh, në për xhamijat tona, në për mezhlise, në për ndeja të ndryshme. Ne shohim djem të rinj nga njëherë që vinë dhe falen në xhami. Dhe elhamdulillah kjo është shenjë e mirë, që duhet gjithë ne të gëzohemi. Mirë, por nga njëherë ndodh që sikur pritja nga ana e njerëzve që janë në moshë nuk ju bëhet ashtu siç duhet këtyre trive. Derisa mund të ketë paragjykime, mund të ketë etiketime, mund të ketë ndonjë shikim I cili shikim mund ta lëndoj atë ri dhe më pastaj të bëhet shkak dhe ta largoj. Dhe unë gjithmonë kam menduar në këtë formë. Unë them kështu, në qoftë se ky I ri do të shkonte, po marr si shembull, në vendet ku luhet bixhozi.
Çfarë lloj pritje ju bëhet me qëllim që ta mbaj aty në devijim, në atë dukuri negative. Do më thonë mundohen me ndonjë lloj pije sa më të mirë, t'i urojnë një lloj mirëseardhje pakës më të veçantë, ta mbajnë aty për gjëra që e dinë edhe ata janë të vetëdijshëm se ky është në devijim dhe nuk është aty ku duhet. Nga ana tjetër, ne në vend që të gëzohemi, në vend që të bëjmë dua, në vend që të mundohemi vërtet t'ju azgjatim dorën, edhe t'i vlerësojmë që pikrisht në këtë moshë rinie ka ardhur në xhami për të adhuruar Allah subhanahu wa taala, shpesh herë ndoshta nganjëherë me vetdije ose nganjëherë me pa vetdije bëhemi arsye që t'i largojmë të rit tan nga xhamia. Dhe kjo është një fenomen të cilin unë mendoj se ka pejgamberi ne minkum le munafirin. Ka për juve që ka për juve që i largojnë njerëzit. Andaj unë mendoj që është e nevojshme që këto biseda të bëhen pakës më trotsh në shoqërinë tonë. Se sa i riu është marrë në qafë ose është larguar nga xhamia për shkak të sjelljes së dikujt i cili thjesht e ka paragjiku. Problemi është te ky, se ky ndoshta nuk e ka diazaponin e dijes aq të hapur sa ta arsyetoj kët. Andaj dhe fillohet domethënë duke e pa me një shikim pak më të vrasht derisa bëhet sebeb që dhe unë them në qoftë se këta nganjëherë mund të qellojë dikush i cili problemin më të madh e ka tek pragu i derës. Ti duhet të merresh të angazhohesh me fëmijën tënd, me djalin tënd, me evladin tënd që ndoshta nuk e ka shkel asnjëherë pragun e xhamisë. Pse duhet të angazhohesh dhe të harrosh energji me një tri i cili elhamdulillah, domethënë ka ndar kohë që askush nuk thotë se ndoshta ai i ri ka ndonjë lëshim, ndonjë keq kuptim, ndonjë po mundohu që ta përmirësosh. Po pikrisht edhe në këto momente se vapi yt është nëse ti je shef. Prandaj them, unë nuk them se të rit nuk mund të kenë lëshime dhe mangësi, po edhe këtu lind një pyetje, kush është i duhuri për ta përmirësuar? Është imami i xhamisë në këtë rast. Ai është më i thirrur. Ai është më i thirrur që ai të sheh realisht lëshimet, mangësitë dhe gjërat të cilat ndodhin brenda komunitetit. Po. Është një problem. Kjo është ndoshta e quajnë atë hendeku mes gjeneratave që ajo përplasja mes mendësive, mentalitetit, po. Se ne jo rastisht e kena përmend disa herë me do bashkëbisedues se dhe qasja e edukimit duhet me ndryshu. Ne ndonjëherë reagimi ndonjë të riut na duket shumë i vrasht. Por për kontekstin ku ajo është rrit, është eduku, është diçka normale. Nga se ma herët, ne ti keni dëgjuar shpesh edhe ndoshta e din, pleqë tonë se ne, kur kemi qenë fëmijë, mas derës, s'kena zguxu as me folja, as kur gjo. Vetëm me shërbim, nëse na jepet ndonjë detyrë. Desa sot, rinia e ka një lloj lirie që ta shpreh mendimin e vet, që ta tregon. Frymon pak më lirshëm nga këto. Edhe kur do që ti një person i cili është ndërtu në këto kushte, sikur që ka qenë gjeneratat e vjetra. Edhe një i ri i cili tash e ka një mendësi ndryshe. Do thonë fjalë është rrit me një fjalë me një ambient më i përkthjelur. Ose fjalori i ti nuk është fjalori i këtij tjetrit. Te ki fjalori tjetër ka respekt, domethënë ekziston fjale të lutem, fal. A ka mundësi Ose të këto direktor, që ma direkt në gjenerata e re edhe përdorin disa ndonjëherë edhe shkurtesa që ne nuk i kuptojmë. Edhe neve na duket si një sjellje e vrasht, po. Kjo është një sfidë për edukatorët, për hoxhallarët, për imamat, për arsimtarët, për profesorët universitar, që ne ta gjejmë mënyrën se si të punojmë edhe me këtë gjenerat. Apo si ta adaptojmë mënyrën e komunikimit i cila të jetë i ngjajshëm me mënyrën se si ata komunikojnë. Pikërisht. Obir, të rinia është përhap kjo, një tjetër të obir, kjo, ne i themi se kjo është mënyrë e gabuar, po hajde ta gjejmë shkaku pse kjo është përhap deri në këtë shkallë, cila është mënyra e duhur që ne duhet ta përmirësojmë. Ta përmirësojmë dhe ta largojmë. Sepse nëse shkojmë me atë sulmin frontal, si quhet, edhe
I themi jeni budalli, jeni univers. Shansat e mëdha janë që më shumë të armiqësohet, ndoshta se sa shansat janë shumë të mëdha që ai ta refuzon këshillën tënde. Se ti ke shku me front me sulm frontal edhe ai më nuk është. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme. Faktor se duhet me ekzistu mëshira e të moshuarve ndaj rinisë edhe respekti i të rive ndaj të moshuarve, por edhe ata që janë më të moshuar duhet ta gjejnë mënyrën se ndryshimet janë çaq shpejta, saqë mënyra e komunikimit vetëm se ka filluar me ndryshu. Shumë prej rinisë kanë probleme me të folurit, nga se janë shumë të ndikuar nga kjo, nga këto rrjete sociale, nuk më shumë përdorin ato mesazhet. Ndoshta me kanë afër, një tjetër i shkruajnë me mesazhe. E kanë më të vështirë të shprehurit ndoshta me njëri tjetrin se sa texting. Po, tekstin e kanë më të lehtë. Gjitha këto janë sfida të reja, që ne duhet të angazhohemi, nga se më kujtohet njëherë përderisa isha si student në Medine, e pata thirr një dajt babës. Dhe do ta përmendi me emër, nga se shpesh herë përmendi në përmezhise të ndryshme, tek ne njifet si Molla Shebiri. Allahu i dhash shëndet, është ende gjallë, ka dhënë një kontribut teje të madh në Tetov edhe në rrethin në përfshatrat të ndryshme. Allahu i dhash shëndet edhe shpërblet për mundin e tij. Edhe pata thirr në telefon në shenjë respekti, edhe në mes tjerash gjatë bisedës i thash po e them tetovarçi, thash dajgjo, gji mendojsh se unë duhet të mësoj thash për miletin ton, se ti thash ke një përvojë të madhe, i ke bot do vjet, e çka mendon se është e nevojshme? Ai ma tha një muhabet, tha shif tha dajgja, tha mos i jep tha shumë zor, tha mëso tha çka ato çka duhet ta mësojsh, ama tha shumë prej gjërave tha do t'i mësojnë njerëzit tana për kafe tek ne. Tha janë disa mësime tha që nuk i gjen na për libra, po që realisht ti mëson kur jenë mesin e tyre, kur komunikon do me thonë me xhamatin, komunikon me njerëzit, edhe kjo është diçka shumë e vërtet hoç. Do me thonë ti shpesh herë kur je sidomos imam diku i kyçet në xhami, e shef se vërtet kanë nevojë do me thonë që përvoja ose shkëmbimi i përvojave, komunikimi, afërsia është mësim në vete që ti nga njëherë nuk e gjen libra në mënyrën se si duhet ta zgjedhësh një problem pa mos me ja njoh mentalitetin ose gjuhën e komunikimit atij njeriu. Po, kjo është një sfidë e cila inshallah bëhet sebeb, e lutim Allahun të bëhet sebeb gjendja e rinisë prej dhimbjes të shndrohet në shpresë, e cila do të jetë për një ardhmëri të ndritshme dhe të mirë për ata. Se ne dal nga dal vetëm se po shkojmë ka ahireti, dërsa atyre i mbetet që ta vazhdojnë mbartjen e këtij mesazhit. Edhe nëse nuk e mbartin mesazhin e Islamit, Allah subhanahu wa taala ka treguar se do t'i zaventson. Do ta triumfon pikrisht. Thjesht ngelet ajo ideja se a do të kenë fatin ata ose a do të kemi fatin ne, të cilët jemi bartës të fjalës së Allahut ose nga ata njerëz të cilët udhëzojnë të tjerët në rrugën e drejtë. Nga se deshtëm ne apo nuk deshtëm, kjo fe e Allahut do të përhapet mesin e njerëzve. Ç'është. Fakt i pamohsh. Hoxhë nderuar Amar, ishte kënaqësi t'ju kemi sonte në mezhlisin ton. Hoxh, kënaqësia ishte e imja realisht. Allahu shpërblet. Amin. Dhe çdo hap që e ke bë, tash shënos si sevap, edhe ti fal gabimet eventuale edhe neve të gjithëve, edhe inshallah shihemi në ndonjë rast tjetër me lejen e Zotit. Allahu xhaleshan. Amin. Allahu ju shpërblet hoxh dhe juve, Allahu ju dhash shëndet edhe ymër në bindje, në shtrim edhe në shërbim të kësaj feje. Elhamdulillah, unë ju konsideroj si begati e kësaj shoqërie për kontributin që jepni. Allah ju shpërblet me mirësitë e tij të pafunda, e neve Allahu na boft shembull për të mirë. Elus Allahu subhanahu wa taala që Allahu rinin ton ta udhëzon nga këto dukuri negative të cilat janë përhap, Allahu ta largon, nga se vërtet sikurse është thënë rinia ashtu sikurse është sot ose do të jetë krenaria ose turpi ynë, dhe ashtu siç do të jetë nesër ose do të jetë fati ose fatkeqësia jon. Andaj ne elus Allahun xhallahu ala që Allahu
na bëjnë nga ata të cilët krenohemi me rinin ton, njerëz të dijes, njerëz me ambicje të larta, njerëz të cilët synojnë kënaqësinë e Allahut dhe të mos na bëj nga ata njerëz të cilët realisht ju vihet turp tregojnë për rinin e tyre dhe për të ardhmen e tyre. Allah ju shpëlbeft hoxhisht të kënaqësi dhe për mua, ju faleminderit. Allah ju nderoft. Amin. Dorë shikues, ky ishte podcasti i kësaj javës. Ju përshëndes, selam aleikum wa rahmatullah.